në prag të përfundimit të vitit shkollor, qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë përgjigje. Sa efektivisht është realizuar mësimi në distancë apo online për nxënësit e shkollës së mesme tekstile dhe kush e ka vlerësuar cilësinë dhe rezultatet e këtij procesi. Kur dhe si u zavendësuan orët dhe ditët e humbura mësimore. Cilat masa janë marrë për sigurinë në shkolla. Cilat janë strategjitë konkrete për parandalimin e dhunës në shkolla. Kush mban përgjegjësi për numrin e zvogluar të paraleleve në gjimnazin 7 Marsi nga 12 në 8 e pastaj nga 8 në 5 paralele. Si do të zbatohet procesi i optimizimit dhe cilat do të jenë pasojat për shkollat dhe mësimdhënësit. Si dhe ku qëndron përgjegjësia institucionale për këto sfida. Prandaj ne themi, arsimi nuk ka nevojë për deklarata boshe, por për politika të qarta, transparencë dhe llogaridhënie. Çdo vit i humbur në arsim është një vit i humbur për të ardhmen e fëmijëve dhe të shoqërisë. Nëse institucionet vazhdojnë të heshtin përballë këtyre problemeve, atëherë pyetja nuk është më nëse arsimi po përballet me krizë, por sa thellë ka hyrë kjo krizë dhe kush do të mbajë përgjegjësi për të.